Mbrëmjen e 21 qershorit, sheshi përpara Bashkisë Shkodër pret koncertin recital të mjeshtrit të madh të muzikës, Bujar Çamili. Përgatitjet janë drejt fundit dhe gjithçka është gati për një natë të mbushur me muzikë shkodrane, hitet më të mira të Nderit të Kombit dhe miqve të ftuar, si Artiola Toska, Shkelzen Jetishi, Mateos Froku e të tjerë. Në një intervistë për TV1 Channel, Bujar Çamili ndan disa prej detajeve të këtij recitali. Me programin tem dominon kënga popullore qytetare shkodrane. Zajral, dominon shumë. Do të ketë edhe pjesë tjera të repertorit tim, të këngëve të mia, qoftë balada, qoftë Shqipënia Mesme, qoftë Kosova, pa diskutim. U krijua shumë zhurmë për koncertin që e kishte parashikuar në mjediset e stadiumit Loro Boriçi, por tashmë kjo gjë është kapërcyer dhe mjeshtri mall ka një mesazh drejt tifozërisë kuqeblu. Përgjithësi këngëtarët e mëdhej koncertet i bëjnë për stadiume, ne e kemi pa. Bile ne nuk po shkojmë më larg se sa te Aero Albania në Tiranë. Këtu nuk e di pse pat një pakënaqësi, se këtu nuk ishte probleme se na po ta mtoshim fushën. Ne nuk do të ishim fushë absolutisht, nuk do të ishim fushë. Ne kishim marrë pjesën mbrapa portet, pjesa e atletikës që quhet. Edhe aty mendon për me bëj koncert tjetër për gallan kujtim Shkodrës, me qenë se shkodranët kanë vite që më thonë që ama na bëni koncert në stadiumin ata shohim se si shkon. Edhe unë e kisha më tepër si biografi artistike e jam për me bën stadium, se jashtë për jashtë, unë jashtë po e vaj, prap. Se jashtë aty, jashtë këtu, jashtë ashtu takon prap jashtë. Por nuk e di pse shkon në punë në këtë moment, megjithatë shumë e rëndësishme është mos të krijojmë pakënaqësi mes artit e sportit, se Shkodra prej këtë njifet, ka artin, ka dhe vllaznin. Një ashtu si që kam ndonë vllaznin në zemër, që jam tifozin saj, jam familjarisht me vllaznin e kam në shpirt, vllaznin e kam familje, vllaznin e kam në zemër, jam në këngëtare që i kam këtu më shumë se kush do tjetër vllaznis, mi 3-4 këngë. Jam ai person që ka marrë ndoshta nga Italia, nga Gjermania, kam prej biletën vetë, e din për pasuesit të vllaznis, që kam prej biletën ka marrë, për me pandeshin. Do më thanë, të dashur tifoza miqtë e mi, vëllezërit e mi, unë ju bëj me dia se stadiumi është lirë qysh me datën 17, është krejt lirëshëm, sepse e bëhet nesër Elbasan këtë sedi, janë punë detyre, po stadiumi është i lirë. Një përgjigje ka edhe për ata që kanë vërshuar në komente duke sfiduar mbajtjen e koncerteve në stadium. Një mesazh në telefon që kam unë këtu, është edhe mesazhi i Alban Xhaferit, i cili nërë të tjera thot Bujar Çamili është kuqe blu. Do më thonë, unë jam pjesëtari vllaznis, jam pjesë e vllaznis, do t'jem pjesë e vllaznis. Ndoshta edhe më shumë se sa disa tjerë që i flasin e japin disa intervista në për kafe e në për kështu. Jam më shumë se sa ata. Se ka njërë që thonë e kishe ballon në stadium me filanin e filanin e filanin. Pas mund ta bash me burdi, nuk mund ta bash në stadium ti me filanin e filanin. Ka dalë fije se kena pasat gjithë që kena ardhur këtu. Në fund përmes ekranit të TV1 Channel, mjeshtri Bujar Çamili Nderi Kombit zgjell me muzikë t'i ftoi të gjithë në shesh mbrëmjen e 21 qershorit, duke nisur prej orës 20:30. Kot s'kan thënë, me kanë Shkodran tana i ban. Kot s'kan thënë, me kanë Shkodran tana i ban.